Po, edhe partitë opozitare dhe leadershipet e tyre do duhet kishin interesim, nuk është as dobësi dhe as mangësi e tyre që të shprehin interesim për themelimin e institucioneve, për arsye se definitivisht është dasht të gjitha kemi marrë një leksion nga votuesi në zgjedhjet e fundit që tashmë fundi është fund dhe çdo fund ka marrë fund dhe do çdo fund ka marrë fund. Pikërisht dhe do duhet të kishim institucionet për t'i bërë institucionet kompetente dhe të vetmit të kompetent janë pikërisht këto subjekte politike dhe rrjedhimisht bashkëpunimi, koordinimi i tyre, sepse formimi i institucioneve nuk është as koncesion për alshim pe, as shërbim ndaj një partie nga një parti tjetër politike parlamentare, por është edhe shprehje e nivelit të emancipimit institucional dhe qytetare politik, nëse doni cili do subjekt politik, dhe mbi të gjitha detyrë e subjekte politike, sepse kushtetuta dhe gjitha ligjet në fuqi në këtë legjislacion tonin, pikërisht kanë bërë Republikën dhe shtetin dhe institucionet e tij në radhë parë Kuvendin në këtë rast, që prej nga buron edhe zgjedhja presidentit edhe kryeministit e qeverisë e tjera, që t'i formojnë institucionet dhe t'i bëjnë funksionale dhe të kontribojnë në këto institucione, pra duke dhënë kontributin e tyre besimin që ju kanë dhënë qytetarët. Në kuvend, nxjerrjen e ligjeve dhe çështjeve tjera, mbikëqyrje kështu, të organeve ekzekutive dhe të pavarura, ndërkaq në qeveri për menaxhim të duhur të mjeteve të buxhetit qytetarit. Zoni Axhiu sot bëri të ditur se nuk e ka thirrë ende seancën konstituive për shkak që ka dashur t'ju lë kohë partive politike që të arrijnë të gjejnë një marrëveshje që në një farë forme të zgjidhin edhe çështjen e presidentit.